Deputetja socialiste Elisa Spiropali ka reaguar këtë të diel, pasi kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama shënjestroi disa kritik brenda PS-s në mbledhjen e zhvilluar gjatë së shtunës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Spiropali shprehet se marrëveshja e re për Shqipërinë është një ide që do ta bëjë vendin më të hapur dhe më europian. Po, do ta kemi marrëveshjen e re për Shqipërinë. Shqipërinë që duam ta ndërtojmë, duhet ta bëjmë dhe do ta bëjmë më të hapur, më të drejtë, më meritokratike, më europiane, shkruan deputetja. Ndërkohë, kryetaria e Kuvendit vijon me kritikat se për të arritur këtë, PS-si duhet të gjejë forcë të mbledh mendjen, të vetpastrohet, të bëhet më dinamike, më demokratike, më kompakte, për të mbetur gjithmonë e re, gjithmonë e pastër, pasmërçe dhe pandryshqe. Për të arritur këtë, Partia Socialiste i duhet të gjejë forcat, të mbledh mendjen, të vetpastrohet, të bëhet më dinamike, më demokrate, më kompakte, për të mbetur gjithmonë e re, gjithmonë e pastër, pasmërçe dhe pandryshqe. Ta bëjmë marrëveshjen e re të madhe, të thellë, të vërtet, duke pasur parasysh se po nuk lartësuam veten, nuk mund ta përmirësojmë vendin, shkruan Spiropali.